Përshëndetje të dashur miq, këtu të t'japim astrologjinë vedike për muajin korrik dhe do t'i marrim të gjithë shenjat me radhë, pra të gjithë ascendentët. Do t'i japim pak në një mënyrë më të detajuar. Në katër korrik do të shpjegojmë mirë në radhë të parë çfarë do të ndodhi në mënyrë të përgjithshme, cilat janë datat më të rëndësishme të muajit, pra ndryshimet e energjive planetare, dhe pastaj do të shkojmë tek të gjithë ascendentët. Në katër korrik, Venusi hyn në Luan, në nakshatrën Maga. Mërkuri do të jetë retrograde në Binjak, nga 7 korrik, që fillon sot, sepse sot 7 korrik, nga 7 korrik deri në 24 korrik. Dielli hyn në Gaforën në 16 korrik dhe sidomos nga 20 korriku deri më 3 gusht do të ndodhi një gjë shumë e veçantë, sepse dielli do të kalojë në një nakshatra që quhet Pushja sipas astrologjisë vedike. Dhe ky kombinim pra ndodh vetëm një herë në 12 vite. Dhe Jupiteri është shumë mirë i pozicionuar, pra është i lartësuar në Gafore. Rregull, marrëdhëniet babi rregullohen, këshilla nga një guru apo një njeri me autoritet do t'ju ndihmojnë në një çështje të rëndësishme. Në 27 korrik, Saturni fillon lëvizjen retrograde për tek Peshqit. Në 27 korrik, Saturni fillon lëvizjen retrograde në Peshq. Meditimi lotusoshëm patjetër për gjithë njerëzit, unë do i këshilloja sepse Saturni është përgjegjës për djegjen e karmave dhe do të na sjelli pasojat e karmave, pra e krymjeve e veprimeve që ne kemi bërë, të mira apo dhe jo shumë të mira. Atëherë hym tek çdo ascendent. E si do të jetë muaj korrik për ta? Le të fillojmë me ascendentin e Dashit. Pra, ata që kanë hënën e tyre në Dash ose që kanë ascendentin në Dash, vlen kjo gjë. Sigurisht astrologjia vedike merret me ascendentët, sepse është gjëja e jote që e ke për gjithë jetën. Shikoni mirë, tani çdo kush nëpërmjet informacioneve të ditëlindjes apo muajit, vendit ku ka lindur dhe ora e saktë do të ishte akoma më mirë të dihet për të gjetur pra ascendentin tënd të vërtet. Sepse astrologjia vedike është astrologjia që është pa kohë, është e vërtet. Është shumë e detajuar, siç e shikoni dhe vet, dhe është me të vërtet një dituri pa kohë dhe të thot ashtu siç janë lëvizjet e yjeve shumë të sakta do të ndikojnë tek ty. Ascendent Dashi. Venusi juaj hyn në Luan, pra tek shtëpia 5 astrologjike, është një tranzit i mirë, është një pozicion shumë i favorshëm nëse kërkon një lidhje romantike, dëshiron të përmirësosh marrëdhënien ekzistuese ose dëshiron të përjetosh më shumë dashuri. Atëherë kjo është një periudhë e mirë, pra për ju, sepse Venusi pra hyn në Luan, ka hyrë në fakt në 4 korrik. Po ashtu është një periudhë shumë pozitive për ata që janë studenta, mësues, ata që punojnë në arsim, artistët, profesionet krijuese, përmirësime të dukshme në karrierë. Nëse po planifikon të kesh fëmijë, ata që duan të ngelin më parë, ky tranzit sjell bekime dhe në këtë drejtim. Gjithashtu është një periudhë shumë e favorshme për fitime spekulative, si bursa apo investimet. Për ju që jeni ascendent Dashi, Mërkuri retrograde në Binjak, pra nga sot 7 korrik, deri në 27 korrik mund të hasësh kujdes, keq kuptime, probleme komunikimi, vonesa në udhëtime, sfida në vendin e punës. Pas 24 korrikut, Mërkuri bëhet sërish direkt dhe situata fillon të qartësohet, pra nuk është më retrograde. Dhe gjatë kësaj periudhe, pra nga 7 korrik deri 27 korrik mos u mbështet vetëm në marrëveshjet verbale, bëj çdo gjë me shkrim, kontrollo mirë dokumentet, bëj kujdes me udhëtimet. Mërkuri pra bëhet retrograde në 24 korrik dhe atëherë komunikimi përmirësohet, udhëtimet bëhen më të lehta, puna ecën më mirë, gjërat fillojnë të qartësohen. Dielli juaj pra hyn në Gafore në 16 korrik dhe bashkohet me Jupiterin, i cili tham që është një ngjarje disi e veçantë sepse ndodh një herë në 12 vite. Më pas dielli hyn pra me 20 korrik në Pushja nakshatra. Pra aty ndodhet Jupiteri. Ky konsiderohet një kombinim shumë fatlum, më shumë lumturi në familje, siguri emocionale, qetësi në shtëpi, stabilitet. Nga ana profesionale gjithashtu shumë i fuqishëm.
nëse je duke bërë blerje prone, shtëpi, makine automjete, mund të marrësh pra lajme pozitive. Saturni juaj bëhet retrograde në 27 korrik. Do të jetë në fakt retrograde për 5 muaj. Nëse planifikoni të shpërnguleni jashtë vendit, fillosh karrierë jashtë vendit, të bësh investime të mëdha, duhet të tregosh durim dhe kujdes. Saturni retrograde mund të sjellë vonesa, pra në udhëtime jashtë vendit, pengesa në vendosjen jashtë shtetit, ata që do shpërngulen, rritje të shpenzimeve, nëse je mbështetur vetëm tek fati dhe jo tek puna, Saturni mund të sjellë vonesa derisa të tregosh më shumë disiplinë dhe përpjekje. Në përgjithësi, kur të jetë Saturni retrograde, 27 korrik do të jetë goxha e vështirë për shumë njerëz, për të gjitha ascendentët në fakt. Dhe unë do t'i këshilloja të vini tek meditimi Lotus Ocean që bëj unë, pra me Afrodita Zaja, dhe të mësoni se si digjen karmat, domethënë krymjet, veprimet që ne kemi bërë më përpara kundra ligjeve hyjnore, si t'i djegim në mënyrë që të arrim paqe dhe evoluim, dhe ta kemi dhe mirë me Saturnin. Kalojmë ata që janë ascendent Demi. Venusi juan hyn në Luan dhe vendoset në shtëpinë e 4 astrologjike. Dhe në fakt është një gjë që quhet në astrologjinë vedike Digbala, të thotë forcë drejtimore, është një pozicion shumë i favorshëm. Si zotëruesi ascendentit tuaj Venusi, në fakt, pra, që drejton Demin, sjell më shumë qetësi të brendshme, lumturi, kënaqësi, harmoninë në familje, mbështetje nga familja dhe nga shtëpia, pra nga familjarët. Nëse jeni duke bler apo shitur pronë, shitur makinë apo bler, rinovuar apo zbuluar shtëpinë, kjo është një periudhë shumë e mirë, e favorshme. Në karrierë mund të prisni zhvillime pozitive, sidomos nëse keni patur domethënë tensione në vendin e punës, borxhet, çështjet financiare. Merkuri pra hyn në retrograde, do të jetë retrograde gjeri në 24 korrik. Kjo nuk është shumë periudhë e mirë pra për investime të mëdha, vendime të rëndësishme financiare, jo për huadhënie para familjarëve, jo për investime në bursë apo në gjëra të tjera. Merkuri mund të krijojë konfuzion, investime spekulative gjithashtu. Pra për shkak të keq kuptimeve ose mungesës së informacionit mund të merrni vendime të gabuara, kujdes. Dielli hyn në Gafore, konsiderohet pra një nga periudhat më të fuqishme për të filluar diçka të re. Ata që punojnë në këto fusha, si teknologji, komunikim, marketing, shitje, bizneset dhe udhëtimet, mund të shohin rritje dhe sukses. Është një periudhë ideale për të marrë iniciativa të reja. Në fakt, sipas astrologëve vedik, kjo është një nga tranzitet më të mira pra të muajit për Demin. Merkuri bëhet direkt, pra mbaron retrograde në 27 korrik, por nga data 7 korrik, që në fakt është sot, deri në 24 korrik mund të ketë patur konfuzion në financa dhe investime. Pas datës 24 korrik, atëherë gjërat pra bëhen më të qeta. Gjërat vinë më mbar, financat stabilizohen, investimet bëhen më të sigurta, mund të merrni vendime më të qarta. Saturni bëhet retrograde 27 korrik dhe do të rritë në fakt për 5 muaj retrograde në Peshë dhe është një periudhë për reflektim. Pyetjet që Saturni ju shtyn të bëni vetes janë: a janë i mjaftueshëm unë, i disiplinuar, apo marr vendime të dura në jetë, a kam besim tek vetja? Retrograde ose retrogradimi nuk është domosdoshmërisht negativ, por Saturni ju bën që të rrisni disiplinën, pra se si digjen karmat, se si të kemi një harmoni me energjinë e Saturnit, si thuash, unë ju këshilloj të bëni meditimin Lotus Ocean, të mësoni pra se si digjen karmat tek qija, si të kemi një fillim të ri të mbar në projektet e tona dhe në jetën tonë. Ata që janë ascendent binjakët, Venusi në Luan mund të sjellë më shumë udhëtime të shkurtra, përfundimin e dokumenteve, miratime për vizë, përgjigje pozitive nga shteti, institucionet shtetërore. Edhe pse Venusi ndodhet në një shtëpi upaçaja, domethënë jo shumë të lehtë, pra kërkon përpjekje.
dhe në mënyra strategjike mund të merrni përfitime përmes motrave apo vëllezërve, familjarëve, miqve, bashkëpunimeve, aftësive tuaja. Kjo është gjithashtu një periudhë e mirë për bashkëpunime me partnerin romantik, fëmijët, bashkëshortin, ose për të nisur një projekt të ri së bashku për me partnerin apo partneren. Megjithatë, për shkak të aspektit të Marsit mbi Venusin, nuk rekomandohen operacionet estetike, ndërhyrjet kozmetike të panevojshme pasi rezultatet mund të mos jenë ato që prisni. Mërkuri retrograde në ascendentin tuaj, pra në binjak, kjo nuk është periudhë shumë e mirë për vendimet mëdha financiare, ndryshime të rëndësishme në jetë, rinovime apo ndërtime në shtëpi, pra mos i bëni. Deri në 24 korrik, ku Mërkuri mbaron retrograde. Mund të ndjeni të mbigarkuar atë ke shkëpuar, sikur të tjerët po marrin vendime për ju. Pra, derisa Mërkuri të jetë retrograde. Dielli hyn në Gaforën në 16 korrik, është një lajm i mirë, pra sepse dielli bashkohet me Jupiterin që ndodh një herë në 12 vite. Kjo sjell më shumë mençuri, rritje financiare, përmirësim të ardhurave ndoshta. Nëse keni patur borxhe, probleme me qeverinë, pengesa ligjore, gjatë kësaj periudhe mund të shihni zhvillime pozitive. Edhe të ardhurat e familjes mund të rriten. Jo vetëm ju, por edhe anëtarët e familjes mund të përjetojnë përparime. Mërkuri pra bëhet direkt, në 24 korrik konfuzioni largohet, mund të veproni me më shumë siguri, vendimet bëhen më të qarta. Mërkuri pra bëhet më shumë mbështetës. Saturni bëhet retrograde, kemi thënë, në fund të muajit, në Pesh, dhe për juve Saturni ndodhet në shtëpinë e 10, është një periudhë për të rishikuar karrierën, objektivat profesionale, mënyrën si punoni, disiplinën në vendin e punës. Saturni do t'ju shikojë sa të disiplinuar jeni, do të sjellë reflektim mbi marrëdhëniet, gjithashtu dhe me bashkëshortin apo partnerin, cilësitë e marrëdhënies tënde. Saturni do të sjellë më shumë mësime gjatë këtij retrogradimi, pra e përsëris për të mësuar se si digjen karmat, se si cilat janë pasojat e veprimeve që ti bën, mund t'i mësosh tek Meditim Lotusoshën me mua online në WhatsApp. Ata që janë ascendent Gafore, Venusi në Luan, është një tranzit i mirë për financat. Mund të shihni rritje të ardhurave, është një periudhë shumë e mirë për kursime, mund të bleni sende luksi, mund të investoni me sukses. Astrologët vedik e konsiderojnë një periudhë shumë të mirë për juve për çështjet financiare dhe për të shtuar kursimet. Udhëtimet gjithashtu, meqense Venusi ndon ose drejton shtëpinë e 4 astrologjike, pra udhëtimet do të lidhen me kthimin në vendlindje, udhëtime me fëmijët, pushime familjare. Mërkuri në retrograde në binjak, nga 7 korrik deri 24 korrik pa duhet tregoni kujdes, kontrolloni mirë dokumentet, kontrolloni biletat, pasaportën, mos nënshkruani kontrata shumë të rëndësishme. Dielli hyn në Gafore, në shenjën pra tuaj, duke sjell një ndryshim të madh. Më shumë vetbesim, energji më të fortë, dielli hyn në Pusha Nakshatra, fillime të reja e favorshme për aktivitetet të rëndësishme, vendime afatgjata. Dielli pra takon Jupiterin këtu, që ndodh një herë në 12 vite. Gjithashtu ndihmon në përmirësimin e gjendjes financiare. Nëse keni patur vështirësi në borxhet, të ardhurat, menaxhimi i financave, konfliktet, babir rregullohen. Mërkuri retrograde mbaron dhe bëhet direkt në datën 24 korrik, është koha ideale atëherë për nënshkrimin e kontratave, marrëveshjet me shkrim, marrëveshje të reja, projekte të reja pune, planifikim në udhëtimeve jashtë vendit. Saturni retrograde në Pesh, nga fundi i muajit, kërkon një rishikim të thellë të dijeve tua, studimeve, zhvillimit personal, disiplinën. Ju këshilloj patjetër të bëni Meditim Lotusoshën, në qoftë se dëshiron të mësosh çfarë është kjo disiplina trupore që universi pret teje të bësh gjatë gjithë jetës në fakt. Në mënyrë që ti të flasësh në qendra e gojës, të djegësh karmat, të mësosh ligjet hyjnore të multiversit, ti thuash një nga qendra e gojës, atëherë do të ketë efekt pozitiv, dhe më pas në qoftë se ti i zbaton ligjet hyjnore të multiversit, pra pasi ke mësuar, sigurisht do duhet një guru i vërtet, atëherë ti i zbaton dhe ti djeg karmat e këqija, dhe në këtë mënyrë e ke dhe mirë me Saturnin,
dhe të drejtohet energjia në drejtimin e duhur, ose të gabuar në qoftë se zgjedh të mos mësosh. Pra Saturni do t'ju testoj. Luani, ata që janë ascendent Luani, Venusi juaj, Venusi hyn pra në ascendentin tuaj në Luan. Është një tranzit i mirë, bën që personaliteti juaj të shkëlqej, karizma të rritet, jeni të lidhur me ngushtë me suksesin profesional, rritje të reputacionit, kohë për t'i kushtuar më shumë vëmendjes, do me thënë për sa i përket pamjes personale, kujdes estetik, blerje rrobash, stende luksi, përmirësimi i stilit tuaj. Mërkuri në retrograd në binjak është pozitive por dhe goxha sfiduese. Pozitive nëse keni punuar për të arritur një objekt që deri tani nuk është realizuar, tani mund të shihni gjërat që ecin më mirë në favorin tuaj. Por duhet bërë kujdes, nuk është pra periudhë shumë e mirë për shpenzimet, për blerje tejet luksoze, investimet impulsive, duhet me logjik. Nëse planifikoni të udhtoni, kontrolloni pra me shumë kujdes biletat, vizën, pasaportën, dokumentet. Gjatë Mërkurit retrograd, gabimet administrative mund të ndodhin shumë kollaj, prandaj duhet të jeni të kujdesshëm. Dielli juaj hyn në gaforen në 16 korik në shtëpinë 12 astrologjike. Në fakt kjo konsiderohet shumë sfiduese për juve. Nga kjo periudhë tutje duhet të tregoni kujdes për reputacionin, statusin, mënyrën se si silleni me të tjerët. Dielli në shtëpinë tuaj të 12 astrologjike tenton të ul egon tuaj. Nëse përpiqeni të impononi ose të imponoheni, të kërkoni vëmendje me çdo kush, mund të përjetoni zhgënjime, keqkuptime, madje dhe situata poshtëruese ndoshta. Mos veproni nga egoja, por nga karma. Mëso ligjet hyjnore të multiversit, i praktikosh, gjë që mësojnë pra dhe tek meditimi lotusoshëm me mua Afrodita Saja. Mos mendoni vetëm për sukseset e të kaluarës, pra një periudhë e vështirë për luanët, patjetër meditimi lotusoshëm. Mërkuri bëhet direkt pas 24 korikut, atëherë objektivat fillojnë të realizohen, komunikimi përmirësohet, projektet ecin përpara, mund të merrni fitime dhe rezultate nga përpjekjet e mëparshme. Saturni retrograd kërkon disiplinë, më shumë kujdes për shëndetin, zakonet e përditshme, pra rutinën, disiplinën personale, kujdes çfarë hani, patjetër pra të mësojnë qëndërzimin dhe trupin, si ta qëndërzojnë dhe të përsërisin mantrat që i mësojmë tek meditimi lotusoshëm. Unë dua të evoloj. Virgjëresha, Venusi hyn në Luan, udhëtimet do të jenë një temë e rëndësishme këtë muaj. Mund të ndodhin udhëtime të papritura, pushime, udhëtime jashtë vendit, vizita familjare. Në disa raste këto udhëtime mund të lidhen edhe me shpenzime të papritura. Me që Venusi, si thua, drejton shtëpinë tuaj të dytë astrologjike të financave, të familjes, pra mund të shpenzoni për të vizituar ose ndihmuar një antar të familjes. Për njerëzit që në fakt jetojnë jashtë vendit të largët, jashtë Shqipërisë, në Amerikë, Australi apo vende të Europës, domethënë pak më larg, ky tranzit është i favorshëm. Mund të prisni përparim në karrierë, më shumë rehati, luks, përmirësim të cilësisë së jetës. Mërkuri retrograd në binjak kërkon kujdes në vendin e punës. Problemi kryesor është pra keqkuptimi, keq komunikimet, interpretimi i gabuar i fjalëve. Mund të ndodhë që të lindin tensione në punë. Gjatë kësaj periudhe mos pranoni marrëveshje vetëm me gojë, pra me të folur. Kërkoni gjithçka me shkrim, mos reagoni menjëherë ndaj çdo situate në mënyrë impulsive. Dielli hyn në gafore, pra në pusha nakshatra, konsiderohet një tranzit i favorshëm. Astrologët thonë se gjatë kësaj periudhe një person me autoritet ose dikush nga rriti juaj shoqëror mund t'ju ndihmojë të dilni nga një problem i madh, ose një guru, domethënë një mentor, një këshillues pra që ka autoritet. Gjithashtu mund të merrni shpërblime në punë, njohje për kontributin tuaj. Për ata që bëjnë meditimi lotusoshëm, pra është shumë e mirë sepse më kanë dhe mua si guru. Mërkuri bëhet direkt pas 24 korikut, atëherë problemet e komunikimit zgjidhen, puna ecën më mirë, karriera përmirësohet. Mërkuri ka një ndikim të madh tek Virgjëresha sepse drejton
virgjëreshën. Kur ai bëhet direkt, shumë fusha të jetës stabilizohen. Saturni bëhet retrograde, pra në fund të muajit dhe do të rri 5 muaj retrograde. Në fund të muajit korrik fillon. Për njerëzit që duhet të pyesni veten, Saturni do t'ju bëjë që të pyesni veten, a ja vlen marrëdhënie që ti ke, a je në një marrëdhënie toksike, a është kjo lidhje e shëndetshme? Nëse një marrëdhënie është toksike, kjo periudhë mund të ndihmojë që të largoheni prej saj. Nga ana tjetër, për çiftet që kanë probleme mund të ketë një tendencë për tërheqje emocionale ose distancim, prandaj kërkohet më shumë komunikim me njëri tjetrin. Ata që janë ascendent peshorja, Venusi hyn në Luan është një tranzit i favorshëm, sjell realizim në objektivave, rritje të fitimeve, zgjerim i rrjetit kontakteve, mundësi të reja profesionale. Një nga temat kryesore të këtij muaji për ju është rishikimi i marrëdhënieve shoqërore. Mund të ndodhë që të largoheni nga disa miq, të shkëputni nga disa njerëz që ju harxojnë energjinë, të kuptoni se kush janë miqt e vërtet. Nga ana tjetër, ata që punojnë në marketing digital, shitje apo rrjete sociale, në mediat, ky është një tranzit shumë i mirë për ta. Shikueshmëria, ndikimi dhe audienca juaj mund të rriten më ndjeshëm. Nëse keni një objektiv që dëshironi ta realizoni, kjo është një periudhë shumë e mirë. Mërkuri retrograde në binjak. Pra, kujdes me komunikimin, udhëtimet, studimet, rekomandohet të këshillohen nga një guru ose të bëjnë studenta lotusoshëm tek mua nëse dëshirojnë për të mësuar se çfarë është balanca e mendimeve. Keqkuptimet pra mund të jenë të zakonshme në këtë periudhë kur Merkuri është retrograde. Dikush mund të thotë një gjë ndërsa ju mund ta kuptoni ndryshe. Nëse planifikoni udhëtim, kontrolloni datat, biletat, rezervimet. Gabimet të vogla administrative mund të shkaktojnë probleme gjatë Merkurit retrograde. Dielli hyn në gaforen e 16 dhjetor, është e fuqishme për peshorët. Në fakt, ky kombinim mund të sjellë rritje në karrierë, ngritje në detyrë, më shumë autoritet, dhe reputacion më të mirë, prestigj. Është një periudhë e mirë për të filluar projekte të reja, të pranoni përgjegjësi më të mëdha, ndoshta role drejtuese në punë. Merkuri retrograde pas 24 korrikut, atëherë edhe komunikimi gjithashtu përmirësohet, veprimet më të qarta, mund të shkruani kontrata, ofertat e punës mund të ecin përpara. Saturni retrograde në fund të muajit në shtëpinë e 6 astrologjike është një periudhë shumë e rëndësishme për disiplinën. Saturni ju kërkon të rishikoni rutinën e përditshme, shëndetin, mënyrën se si punoni, disiplinën personale, nëse keni neglizhuar ushqimin, aktivitetin fizik, kontrollet mjekësore, zakonet e përditshme, pra kjo është koha për t'i korrigjuar. Ata që janë ascendent akrepi, Venusi hyn në Luan, në shtëpinë e tyre 10 astrologjike, fokusi kryesor i muajit është karriera, karma dhe statusi. Është një lajm shumë i mirë, veçanërisht për ata që presin një promovim, kërkojnë një vend pune, duan të ngrihen në detyrë. Është një pozitë që, domethënë, do e meritoni. Si sundues ose drejtues i shtëpisë së 7, Venusi sjell përmirësim në statusit tuaj, mundësi të reja pra profesionale, karrierë, por nëse dhe nuk keni punë, mund të gjeni një punë të re tani. Është periudhë e mirë. Madje mund të ndodhë që një koleg në punë të largohet dhe juve të merrni pozitën e tij që ishte pra më i lartë se juaja më përpara. Ky është një muaj premtues për përparim profesional. Merkuri retrograde në binjak kërkon kujdes në çështje që lidhen me trashëgiminë, proceset gjyqësore, dokumente ligjore, shëndetin, operacionet. Gjatë kësaj periudhe, domethënë, thuhet, astrologët vedik thonë, shmang operacionet e mëdha që janë të rëndësishme në fakt. Shmang vendimet të rëndësishme për trashëgimin, blerjet e mëdha të pronave, në shkrimin e dokumenteve të rëndësishme, deklaratat publike. Prisni derisa Merkuri të bëhet retrograde në 24 korrik. Merkuri tregon se nuk është koha e duhur për të huazuar para tek miqt. Nëse dikush ju kërkon hua, astrologët vedik ju këshillojnë të prisni, mos merrni dhe mos jepni hua të tjerëve. Dielli në gafore, në shtëpinë e tyre të 9 astrologjike, ai bashkohet me Jupiterin dhe është një periudhë pozitive.
Në 16 korrik mund të prisni mbështetje nga shefat, ndihmë nga mentorët, mundësi për të mësuar gjëra të reja, studim në një gjuhë të re ndoshta, përshtatje në një kulturë apo mjedis të ri. Nga pikpamja profesionale është një nga muajt goxha më të mirë të vitit për juve, pra do të vlerësoni dhe shpërbleni. Kuptohet varet dhe nga planetet e tjera për të gjithë ata që janë. Dhe më thënë pozicionimi i planeteve tuaj dhe nga faktorë të tjerë të astrologjisë, po flas për astrologjinë individuale. Merkuri bëhet retrograde pas 24 korrikut, është mirë për të vazhduar procedurat ligjore, planifikuar njoftime publike në shkrimin e dokumenteve. Pra ka më shumë qartësi. Saturni retrograde në 27 korrik në Pesh, do t'jetë aty për 5 muaj për juve, për Akrepin, ai do ndodhi në shtëpinë e 5, ju fton që të rishikoni marrëdhëniet tuaja, transformimin, ndryshimet. Retrogradimi i Saturnit është një periudhë rivlerësimi, mënyrën se si ndërtoni sigurinë tuaj materiale. Ata që janë ascendent shigjetari, Venusi në Luan, fati juaj do të jetë më mirë, e prorët, shefat mund të ndihmojnë, gjithashtu dhe lidhje me traditën familjare, sepse Venusi është në mak, që nënkupton paraardhësit. Kohë ideale për të bërë meditim lotusoshëm, për të mësuar pra konceptin e gurus, për të mësuar përmirësimin e geneve, në fakt. Është e përsosur për të mësuar ligjet hyjnore të multiversit që i mësojnë tek mua, pra meditimi lotusoshëm. Kur Venusi në Luan, kjo ndihmon që të mos veproni me impulsivitet, por të merrni vendimet më të mençura, të keni më shumë qetësi mendore. Merkuri retrograde në Binjak lidhet me martesën, partneritetet, kontratat, marrëveshjet. Është një periudhë e mirë për të rishikuar marrëveshjet ekzistuese ose partnerët ekzistues. Në marrëdhënie personale mund të ndodhë një rikthim tek temat e të kaluarës. Problemet të vjetra mund të dalin në sipërfaqe, por për t'u zgjidhur deri në 24 korrik mos nënshkruani kontrata të rëndësishme, mos merrni vendime përfundimtare në marrëdhënie, prisni derisa Merkuri të bëhet direkt në 24 korrik. Dielli në Gafore, kjo pozitë mund të sjellë sfida lidhur me shëndetin e babait ose ngjarje të papritura në familje, ose dhe pajtim mes babait dhe birit, domethënë babait tuaj nëse keni gjallë, dhe ata që kanë pasur konflikte me babain mund të mbarojë këtë konflikt tani, është një periudhë mirë. Pra, ky është një tranzit transformues. Jupiteri ndodhet gjithashtu në shtëpinë e 8 astrologjike, pra me diellin, do të ndihmojë në shërimin e traumave të vjetra, çlirimin nga frikrat, lënien pas të barrëve emocionale. Pra e kaluara ka kaluar, tani është koha të ecim përpara. Për ata që duan të merren me astrologji, shkenca ezoterike, ky tranzit ndihmon ata. Gjithashtu mund të ketë zhvillime pozitive në çështjet trashëgimie, prona, procese ligjore dhe prona. Merkuri bëhet direkt, pra pas 24 korrikut, 24 korrikut është momenti për të nënshkruar kontrata, marrëveshje të reja, të vazhduar me planet që kishin lënë pezull më përpara, dhe Saturni bëhet retrograde. Në Pesh, Saturni ju fton që të rishikoni jetën familjare, mënyrën si jetoni, bazat mbi të cilat keni ndërtuar jetën, rregullimin e komunikimit dhe marrëdhënieve më të mirë me vëllezërit dhe motrat, ose dhe konflikte. Nëse keni patur probleme në familje apo në shtëpi, është koha për t'i korrigjuar. Saturni do t'ju japi pasojat e karmave, pra e veprimeve, krymjeve tuaja, qoftë të duhura apo të paduhura. Ai mund t'ju korrigjojë zakonet që nuk ju shërbejnë më dhe t'ju ndihmojë të ndërtoni një version më të mirë të vetes. Ata që janë ascendent Britziapi, Venusi hyn në Luan, në shtëpinë e 8 astrologjike, ky tranzit aktivizon kërkimet, studimet e thella, qoftë edhe në shkenca ezoterike, transformim të brendshëm. Nëse prisni para nga partneri juaj, apo ndarje pasurie, trashëgimi nga familja, fitime nga burimet përbashkëta, kjo periudhë mund të sjellë rezultate shumë pozitive. Pra të papritura, astrologët vedik thonë se nga 4 korriku deri në fillim të gushtit mund të merrni para që i prisni prej kohësh.
Gjithashtu Venusi në shtëpinë e 8 astrologjike vedike aktivizon intimitetin, dashurinë, afërsia emocionale. Është një tranzit i mirë për forcimin e lidhjeve romantike për juve. Merkuri retrograde në binjak, mos u mbështesni në premtime verbale të tjerëve, mund të mashtroheni. Gjithçka pra duhet të jetë dokumentuar e qartë, mund të ketë njerëz që premtojnë gjëra dhe nuk i mbajnë. Mund të përpiqen që të mashtrojnë, të krijojnë dhe probleme në punë dhe në jetën personale. Do t'ju këshilloja të bëni meditimin lotusoshën, përsërisni mantrat, të rrisni vetdijen. Ky tranzit mund të sjellë dhe kundërshtar apo rival që përpiqen t'ju pengojnë. Por nëse veproni me kujdes dhe drejtësi do të dilni fitues. Tek meditimi lotusoshën mësoni pra mantrat që ju balancojnë mendimet dhe ju rrisin vetdijen dhe fokusoheni më shumë tek vetja për mirë. Dielli hyn në gafore do t'ju sjellë energji pozitive për martesën, partneritetin, bashkëpunimin. Nëse prisni martesë, regjistrim biznesi, nënshkrim marrëveshjes, astrologët vedik këshillojnë që të prisni me këto gjëra, derisa Merkuri të mos jetë më retrograde me 24 korrik. Pas kësaj date periudha është shumë e favorshme. Merkuri pra bëhet direkt në binjak pas 24 korrikut, mund të shihni përmirësim në shëndet, mirëqenie në mënyrë të përgjithshme. Saturni retrograde ju kërkon që të rishikoni përpjekjet që keni bërë, komunikimin, angazhimet, mënyrën si përdorni energjitë tuaja, do të testoni. Por Saturni ju fton të ndërtoni një drejtim të ri, pozitiv dhe evolues për juve. Ujorin. Për ujorin, Venusi hyn në Luan, shtëpia 7 astrologjike, marrëdhëniet, martesa, partneritetet, bashkëpunimet. Madje dhe martesa me tradita, ata që kanë ndërmend martojnë me veshje popullore, kështu gjërash. Ky është një tranzit shumë i favorshëm, pra edhe ata që janë beqar, tani mund të shfaqen mundësi të reja. Nëse jeni në një marrëdhënie ose jeni të martuar, pra kjo periudhë sjell më shumë qartësi, forcim të lidhjes, stabilitet në partneritet. Gjithashtu. Me që Merkuri drejton shtëpinë tuaj të 5 astrologjike dhe rikthehet aty në retrogradim, ndikimi është në fakt më shumë pozitiv se sa negativ për juve. Dielli në gafore është një tranzit i fuqishëm, pra dielli dhe Jupiteri bashkohen, fitore në çështje ligjore, sukses në çështje procese gjyqësore, fitore kundra kundërshtarëve, përmirësim në punë, përgjithësi gjithçka pra është në favorin tuaj, për ata që janë proces divorci, ose kanë kaluar një ndarje ligjore, mund të ketë zhvillime pozitive. Pra paqësore. Gjithashtu është një periudhë shumë e mirë për shërbim ndaj komunitetit, ndihmë ndaj të tjerëve. Merkuri bëhet direkt pas 24 korrikut. Atëherë mund të merrni vendime akoma më të rëndësishme për investimet, arsimin, kredit, dhe mendja bëhet më e qartë dhe vendimet më të sigurta. Saturni retrograde në 27 korrik, në shtëpinë e 2 astrologjike, kjo lidhet më shumë me parat. Saturni pra do t'ju pyesë, si thuash, ndërgjegja, ju duhen vërtet të gjitha gjërat që sotëroni, a ja vlen ky shpenzim ose këto shpenzime që keni ndërmend të bëni, apo investoni në gjëra të duhura. Nëse po mendoni të blini sende luksoze, Saturni do t'ju nxjisë të reflektoni nëse ato shtojnë vlerë në jetën tuaj apo jo. Marrim shenjën e fundit, ata që janë ascendent peshqit. Në fakt për peshqit është fantastike në ky muaj. Venusi në Luan në shtëpinë e 6 astrologjike, është ajo që quhet Sajnivani Vitja, do të thënë simbolizon aftësinë për të rikthyer në jetë atë që dukej i humbur. Qoftë nëse kanë patur një shëndet jo të mirë, gjërë tani rifitojnë këtë gjë. Pra nëse keni humbur motivimin, shëndeti ka qenë i dobët, ambicet janë spehur, kundërshtarët janë përpjekur t'ju pengojnë. Venusi mund të sjellë një ringjallje të energjisë dhe forcës tuaj. Venusi në shtëpinë e 6 astrologjike konsiderohet një pozitë sfiduese në përgjithësi, por për peshqit është fantastike. Madje kemi dhe një viparita yoga, viparita raja yoga quhet, një kombinim që sjell absolutisht kapërcimin nga vështirësitë dhe pengesat. Mund të ndodhë që të merrni një ngritje në detyrë, të merrni një pozitë më të mirë në punë, të fitoni një rol që nuk e kishit imagjinuar.
do të vlerësoni pra në punën tuaj dhe në aftësitë për të zgjidhur problemet, për të patur më shumë përgjegjësi ndaj veprimit që bëni. Merkuri retrograde në binjak, sido që të jetë, nga 7 deri 24 korrik, shmangni vendimet e mëdha që lidhen me shtëpinë, blerje shtëpi, pronat, automjetet, makina re apo diçka e tillë, shpërnguljet, pra nuk duhen bërë këto gjërat kur Merkuri është retrograde. Investimet në pasuri të paluajtshme, jo. Gjithashtu bëni dhe kujdes gjatë udhëtimit me makinë, nëse automjeti ka probleme teknike, mos i neglizhoni, kjo mund të krijojë vështirësi. Pra gjëra të vogla sigurisht, të pa serioze, por prisni, domethënë kur shmangni regjistrimet, dokumentet për prona, automjete, derisa Merkuri të jetë retrograde. Të mbaroj retrograde, pra nga 7 mbaron 24 korrik. 7 deri 24 korrik Merkuri është retrograde, por mbaron retrograde 24 korrik. Dielli në gafore është një pozitë shumë e mirë për peshqit, është 16 korriku, sepse do të thotë thjesht humbje për armiqt, fitore ndaj pengesave, edhe një forcim të krijimtarisë. Astrologët vedik, domethënë, e shohin këtë periudhë shumë të mirë, ata që duan ngeli me parë ose diçka e tillë, është ajo shumë e mirë. Korriku. Megjithatë, për veprime konkrete, dokumentat, planifikimi i gjërave të rëndësishme, sigurisht më mirë është të vendosen të bëhen pas 24 korrikut, kur Merkuri mbaron retrograde. Okej, atëherë mund të merrni vendime, filloni projekte, shkruani dokumenta, veproni sipas planeve që keni përgatitur më parë. Saturni në retrograde në ascendentin tuaj në Peshq në 27 korrik dhe do të qëndrojë për 5 muaj. Është një periudhë shumë e rëndësishme për zhvillimin personal. Absolutisht për punën e brendshme, për të mësuar se si ta bësh punën tënde të brendshme, të pastrosh psikologjinë tënde, që mësojmë tek meditimi Lotus Ocean me mua, pra çfarë do të thotë zhvillimi i brendshëm, si ta realizosh, cilat janë veprimet që ti duhet të bësh që të bësh këtë punë të brendshme, të pastrohesh nga brenda, si thuash, që do të thotë pra meditimi Lotus Ocean. Nëse keni punuar shumë pa marrë rezultatet që prisni, ndjeni të lodhur, keni patur probleme në marrëdhënie, karriera ka ecur me vonesa, tani mund të ndjeni një lehtësim gradual. Por Saturni ju kërkon të reflektoni mbi personalitetin tuaj, sjelljen, disiplinën, mënyrën si jetoni, dhe do t'ju bëj, domethënë, këto pyetje brenda vetes Saturni. Apo bëj gjë në dur, a duhet vazhdoj jetën në këtë mënyrë, çfarë duhet ndryshoj, cilat janë objektivet e mia të vërteta. Pra, objektivet e juaja të vërteta. Këto ishin më tepër për astrologjinë vedike, për të gjithë ascendentët. Uroj të kaloni një muaj të mrekullueshëm dhe të disiplinuar. Kalofshi bukur.